Nuk ka dyshim që farsa narkoshtetit do të certifikoj farsën e tij. Por qëndrimi ynë është ky, nuk njohim zgjedhjet dhe ne po paraqesim para shqiptarëve fakte të pakundërshtueshme të një farse në të shëmtuar elektorale që ka ndodhur në 34 vite. Ju jeni dëshmitar. Tu zhvillohet një betejë mediatike e egër midis megafonëve të qeverisë të lidhur me krimin direkt apo me qeverinë dhe nëpërmjet qeverisë me krimin, të cilët bëjnë gjithçka të dizinformojnë qytetarë shqiptar, të mashtrojnë qytetarë shqiptar, të shesin farsën si proces të rregull zgjedhor. Bëjnë gjithçka të censurojnë raportin ndërkombëtarëve që i denoncon pik për pik shkeljen e 16 traktateve, konventave, dokumentave ndërkombëtare për zgjedhjet, të cilat mishojnë parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve. Censuruan në mënyrë të paimagjinueshme kërkesën e prokurorës përgjithshme të Shteteve të Bashkuara për luftën kundër karteleve, e censuruan. Nuk mund ta hipnin, sepse janë organet karteleve, janë të lidhura me kartelet nëpërmjet qeverisë ose direkt.